Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht, duke uruar një ditë të mbar për të gjithë ju. Shpesh të ftuarit e mi në studio vinë me hapat e tyre, me mendimet e tyre, me ecurinë që e bëjnë të veçantë çdo profil dhe portret që ata kanë. Të rinjt natyrisht shpesh të bëjnë të mendohesh për pjekurinë e mendimit dhe çdo gjë që ato ndërmarrin me iniciativën, hulumtimin, arsyetimin, mendimin dhe çdo gjë që sjell një produkt më vete. I them këto fjalë sepse shpesh takoj të rinjt të cilët të bëjnë përshtypje jo thjesht me një ditë të tyre, por me ecurinë e ditëve, e cila kulmon pastaj në projekte, në mendime, pse jo edhe në vlerësime. I ftuari im i këtij mëngjesi është fitues i një konkursi që ka si temë esen dhe punimin mbi ecurinë dhe ndikimin e medjave sociale në jetën e përditshme të adoleshentëve. Një temë spikatur të cilën e ka zgjedhur Lincoln Center për ta hedhur në diskutim nëpërmjet punimeve të rinjve. Me mua sot në studio është Matteo Lufi, nxënës në shkollën Peter Meringer dhe natyrisht si fillim dua t'i uroj mirëseardhjen me plot kënaqësi. Mirëmëngjes. Matteo, është shumë kënaqësi që ju kam në studio, edhe për vetë faktin se ju jeni i vlerësuar. E pritët këtë vlerësim nga pjesëmarrja juaj në një konkurs të tillë? Atëherë, pjesëmarrja ime në këtë konkurs ishte me shumë dëshirë, edhe me shumë përkushtim, por mendoj se bana më të mirën teme, pritshmërit ishin, pra unë besosha tek vetvetja që mund të marrsha një çmim, por kur nuk isha i sigurt që do ta marrsha, por kështu ndodhi. Ishte një pjesëmarrje e gjerë nga shkolla, por jo vetëm nga shkolla juaj, apo? Ishte nga gjithë Shkodra. Atëherë procesi ka qenë mësuesat kanë zgjedh nxënësit, si më thonë, që kanë menduar se janë më të mirë për pjesëmarrjen në këtë konkurs prej tana shkollave të Shkodrës, edhe ashtu edhe u përzgjolla edhe unë. Edhe me një grup nga shkolla jonë kena shku tek konkursi që është zhvilluar tek qendra Lincoln, dhe kena pas me zgjedh temat në mënyrë krejt të pa ditun, si më thonë, ishin një shumëllojshmëri temash, edhe ne zgjodhëm me një pa ditë se cila, si më thonë, me shërt. Edhe tema që në ra ishte ndikimi i medjave sociale. Kjo ishte një temë e përgjithshme për të gjithë, apo jo? Për shkollën tonë ishte kjo, sepse çdo shkollë kishte me shërt, me zgjedhje një prej temave që krijoi një diversitet, si më thonë, temash. Kjo do thotë që përfshirja jota në këtë konkurs ishte plot dëshirë dhe dashuri. Po, unë mezi prita këtë mundësi për me marrë pjesë, sidomos nga që anglisht jam pëlqen, tërheq, më jep mundësi mu shpreh, edhe nga që jena në kontakt çdo ditë me të, me anglishten, bile shpeshherë më shumë edhe se me gjuhën tonë shqipe. Po, sepse lëndët bëhen në këtë gjuhë. Edhe lëndë kanë pjesën më dërmuese në anglisht edhe në gjermanisht, por edhe në pjesën tjetër, në kontaktin tonë me teknologjinë, me celulart, me kompjuterat, me lojrat, janë gjitha anglisht, pra që ka bë edhe që shprehja jonë në anglisht jetë relativisht e mirë, edhe pse nuk është gjuha jonë e parë. Ju ra një temë, pra shorti zgjodhi një temë, e cila të pëlqeu, apo do të kishe dashur ndoshta për të shprehur më mirë në një temë tjetër? Në fakt do ishte tema më perfekte, mendoj, sepse ka një gamë shumë gjerë mendime që mund të shpresh, shumë
pikpamje të ndryshme që mund të preksh, cilat janë gjitha shumë të rëndësishme dhe t'japin mundësi me shpreh mendimin tënd. Edhe mendoj që është shumë tema aktuale, sidomos në ditët tona ku mediat sociale kanë një rol shumë të rëndësishëm, sidomos për të rinjt, ku ato është vendi ku gjejnë me promovu vetveten gjithë të rinjt, të përfshirë dhe mua dhe gjithë moshatarët e mi. Nuk u mendove dy herë, vetëm fillove të shkruaje. Si ndikojnë mediat sociale në jetën e përditshme të të rinjve? Kjo është një temë e cila natyrisht të grish me idenë, me mendimin, me përditshmërinë, tashmë teknologjia, por mediat sociale, sepse teknologjia është një fushë e gjerë, mediat sociale përbëjnë një pjesë të kësaj veprimtarie. Janë të prekshme, apo jo? Besoj se me njëherë ke shprehur tezat tuaja. Po, sidomos që kjo tema shumë e prekun edhe në shumë artikuj, shumë mendime që jepen edhe në internet, pasi influenca e këtyre mediave sociale është rritë shumë në vitet e fundit. Bile është një ndër faktorët më ndikus në jetën e sidomos të rinjve. Është pikërisht edhe e tezë që unë jam mundu me prek në esenë time që shpeshherë mediat sociale kthehen në qendrën e jetës të rinjve, edhe kanë shumë potencial për mirë, por ashtu edhe për keq, fatkeqësi. Ku qëndron ai ekuilibër midis vlerave, informacionit, çdo gjë që t'i jep hapësirë për të komunikuar, dhe asaj janë tjetër, disi më të errët, antivlerave nga njëherë, dhe si mund të gjendet një lloj ekuilibri në përdorimin apo në pikasjen e diçkaje të vlertë në përdorimin e media sociale. Mendoj se ka shumë të bëjnë me parimet edhe prioritetet e një personit, sidomos të pa se media sociale janë një mjedis shumë i gjanë, ku çdo kush mundet me dhënë mendimin e vet, me shpreh vetveten, edhe sidomos të rinjt, mendoj që duhet me pas më shumë kujdes, sepse jena më të prekshëm si nga e mira, si nga e keqja, pra me që jena dhe më shumë kontakt me këtë teknologji që janë media sociale. Mendoj prind ka një rol shumë të rëndësishëm, po ashtu dhe shkolla, për me dhënë një ide të saktë të përdorimit të mediave sociale dhe mos me lanë që mediat sociale më u kthy në një problem për shoqërinë edhe për të rinjt. Ti vetë për shembull, që në çfarë moshe je përdoruesi ose bën pjesë në mediat sociale? Mendoj atëherë rrjeti i parë social që jam përfshirë ka në Facebooku, mund të jem regjistruar rreth mosh 12 vjeçare ndoshta. Si herët më duket? Si herët, po, sepse a ka një dyshemel, do thosha, një prag mosh ku mund... Mendoj se po, edhe ideja e moshës në lidhje me media sociale është pak e abuzuar deri diku, sepse gjithë të përfshi vedin edhe shumë shok mi edhe shoqërinë në përgjithësi janë regjistruar duke përdor moshë më të madhe, duke përdor një email të prindit apo të motrës apo të vllajt më të madh, pra kena gjetë mënyra se si mu përfshi ndoshta edhe kur nuk na ka taku. Edhe mendoj se mosha, sidomos tash që ka rreth 15-20 vjet ndoshta që jena përfshirë mediat sociale dhe kena një kuptim më të gjerë të mediave sociale, mendoj që duhet punohet më shumë me ruajtjen e moshës, pra prind duhet kenë më shumë kontroll ku përfshihen fëmijët e tyre, ndoshta edhe nëse përfshihen me pas më shumë mbikëqyrje çfarë po bëjnë fëmijët e tyre. Ç'ndodh në të vërtetë, sepse ti je së bashku me shokët tuaj, me miqtë tuaj, si ruhet ky lloj kontakti, por edhe kjo për kujdesit që
ti shprehesh, domethënë në ç'mënyrë duhet të jetë ky kujdes i veçantë? Atëherë, si që thash edhe më përpara, mediat sociale janë një mjedis shumë i gjanë, pra aty mund gjesh gjana të vlefshme, informacione, por mund gjesh edhe gjana që nuk janë të përshtatshme, mund gjesh siç është shumë e njoftën tash mund të ndodhin bullizimi, që është një fenomen shumë negativ. Ose përfshirja në lojra të rrezikshme. Po, në lojra të rrezikshme, që fëmijët ndoshta nuk e kanë zhvillimin e plot për t'i kuptuar, edhe i marrin komplet si loj, edhe në ato në vetvete nuk kanë faj, sepse ndoshta nuk është shpjeguar se nuk është mbikëqyrë nga dikush më i rritur në një zhvillim më të plot, sidomos e kam fjalën për fëmijët e vegjël që tash poshtohen gjithmonë më shumë, shohim fëmijë 3-4 vjeçë me telefona në dorë, që nuk dinë ndoshta me i përdor, por mundohen në atë mënyrën e tyre dhe shpeshherë mund të Si ke shprehur në esenë tënde pikërisht këtë ide, të cilat natyrisht janë shumë të prekshme, të diskutueshme, madje shpeshherë dhe problematike? Atëherë, teza kryesore në esenë time ka kanë ndërlidhja e mediave sociale me shoqërinë në adoleshentat. Pra ka shumë adoleshentat që e shohin median sociale si një konkurs në vetveti, pra dojnë me shpreh diçka që kanë, mu krahasu me tjerët, shohin shumë modele të ndryshme që i japin një ide ndoshta të gabuar për jetën, sepse shohin po thona figura të njoftuna, celebrities, mund shohin aktor, futbollist etj që japin idenë e një jete perfekte. Edhe bëjnë që shumë të ri me kriju një ide të gabuar për ku janë ata vetë, sepse të ri duke u krahasu me këto modele aq perfekte që janë shumë kurume, në fakt, me thënë drejtën, në ato që postojnë. Pra, jo çdo gjë është ashtu siç duket. Siç duket, po. Atëherë, ato që marrin këto modele dhe bëjnë këto krahasime, shohin një boshllëk ndoshta në jetën e tyre, sepse mendojnë se ajo që shohin është i vetmi standard që duhet njekun, edhe shpeshherë ka të ri që mundohen me arrit këto standarde dhe ka disa tjerë që ndoshta nuk e kanë mundësinë, ndoshta disa telefonat fundit, veshjet fundit, që disa i kanë mundësinë dhe tregojnë në mediat sociale, dhe ka ana tjetër ka fëmijë edhe të ri që i shohin këto, por nuk i kanë ato mundësi dhe e vujnë këtë gjë, edhe shpeshherë ndoshta dhe bullizohen një farë formet për këto gjëra që ndoshta nuk i kanë, apo sjellje që ndoshta nuk janë sipas modës apo nuk janë cool. Ndërkohë që koha në të cilën shpenzohet, që është një kohë e vlefshme dhe që duhet të jetë shumë e racionume për çdo njeri, aq më tepër për një moshë e cila është në formim të personalitetit, është një nga problemet, sepse prej saj natyrisht rrjedhin edhe të tjera ndikime, siç është jeta sedentare, jeta pa aktivitet, motivimi etj. Si e ke shprehur pikërisht këtë problem? Atëherë, mendoj mediat sociale duhet të jenë dytësore ose shumë më mrapa disa gjanave që janë më të rëndësishme në formimin e sidomos të rive, siç janë shkolla, aktivitetet sociale, marrëdhëniet reale, pra drejt për drejta. Po, media sociale duhet të jenë një shtesë, një plotësim, një gjë e shtuar, pra. Për shembull, në marrëdhënie ndoshta që janë larg, ndoshta njerëz që nuk i ke në ku jeton, i ke larg, do me komuniku, ndoshta për informacion edhe për aktim, por kjo duhet të jetë me masën e duhur, sepse siç e thash, ka shumë gjëra që janë më të rëndësishme, siç është shkolla, ndoshta një hobi, një sport, një instrument, një talent që ndoshta mbetet pa zhvillu shpeshherë, sepse tërhiqen më shumë nga mediat sociale edhe si thatë edhe ju jeta sedentare. Ndërkohë që mundësia e një mashtrimi mund të qëndrojë gjithmonë e pranishme, apo jo? Po, sidomos fatmirësisht edhe në shkollën ku studioj e kena studiu këtë gjë, e kena pa edhe ka shumë raste
që nëse një përdorues i internetit apo mediave sociale apo një teknologji tjetër nuk është shumë i informuar për mjedisin ku po sillet apo që po përdor, ka shumë vend edhe hapësirë për mashtrime, për abuzime, për vjedhje që ndodhin rëndomt, ndoshta jo si përpara sepse sistemet janë përmirësu, por ndodh shpeshherë që njerëzit me hub pra me vjedh identiteti, pra me vjedh llogarit, me vjedh shumë informacione private që i dëmtojnë këto njerëz që ndoshta nuk e kanë plotësisht idenë se si duhet t'i përdorin. Ndërkohë, sa të pranishme janë këto diskutime mes adoleshentës, mes nxënësish, sepse do të ndalemi në profilin që shkolla juaj ka dhe natyrisht teknologjia është baza e formimit tuaj profesional. Ju vetë sa të pranishëm e keni këto diskutime? Mendoj këto diskutime janë çdo ditë pranishme, sepse janë realiteti dhe përditshmëria jonë, sidomos e të rive që dojmë apo s'dojmë janë të u bë çdo ditë më shumë çanër jetës tonë, sepse teknologjia na rrethon gjithkund, si në shtëpi, si në shkollë, jashtë, pra çdo kund kena nevojë për teknologjinë, jena bile deri diku të varur nga teknologjia. Diskutimet janë nga më të ndryshmet për sigurinë, për përdorimet, idenë të ndryshme se si mund zhvillohet. Pra gama e këtyre diskutimeve është nga më ndryshme, shumë e gjerë. Përveç benefiteve të mrekullueshme që ka në fushën e informacionit, të komunikimit, shpesh ndodh edhe ideja e robotizimit të njeriut, gjë që marrëdhëniet reale të drejtë për drejta i sposton në një plan të dytë. E sa e rëndësishme është kjo në formimin e njeriut, qoftë duke filluar që nga fëmijëria më pas në moshat e tjera të rritura, apo jo? Mendoj është shumë e rëndësishme me gjetë balancin, si për çdo gjë me gjetë balancin edhe për zhvillimin e teknologjisë. Bota në cilën jetojmë ecë me hapa galopant, pra don çdo ditë me gjetë diçka të re, me zhvillu një teknologji edhe më shumë, por mendoj që duhet kthehet fokusi më shumë edhe tek njeriu. Pra njeriu është qendra dhe teknologjia duhet funksionojë për njeriu dhe jo njeriu për teknologjinë. Pra një ditë ndoshta shohim parashikime që roboti apo teknologjitë do të zëvendësojnë çdo gjë, por kjo do të sjellin desocializim, do të sjellin humbje vende punësh nga më të ndryshme në çdo fushë. Edhe mendoj që sidomos në vendet e zhvilluara mund shohim një kontrast. Për shembull në vendin tonë, ndoshta ku teknologjia akoma nuk e ka atë efekt që ka jashtë shtetit, në vendet më të zhvilluara, shohim një diferencë edhe në socializimin e njerëzve. Shumë njerëz shohin kur vinë këtu, ala një socializim më të thellë, më të plot, më mikpritës, kurse jashtë shtetit është kriju një jetë më individuale, edhe nga teknologjia, sepse çdo kush mund të krijojë botën e vet dhe mund të mjetojnë në këtë botë pa dalë asnjëherë nga kjo botë. E vërtet, megjithatë, fokusi i studimeve tuaja dhe asaj shkolle që ju ndiqni, që për hir të së vërtetës ka shumë tregues pozitiv, është teknologjia. Teknologjia në shërbim të shkencës, të prodhimit, të studimit, sa i përfshirë je, ose sa shumë të thërret pikërisht kjo anë e përdorimit të mirë të teknologjisë? Mendoj teknologjia duke qenë se është qendra e zhvillimit të çdo industrie sot për sot, është shumë tërheqëse për gjithkënd. Gjithkush mund të gjejnë vetveten në fushën e teknologjisë, sepse teknologjia po përfshihet në çdo fushë tjetër, pra po plotson fusha që ndoshta janë të vjetra, por po i rinovon apo jep kuptime të reja. Edhe unë personalisht e kam shumë për zemër teknologjinë, edhe në degën në cilën përfshijmë në degën e rrjeteve, sepse në shkollën tonë kena 3 lanë kryesore që mund të zgjidhim, që mund të profilizohen,
Edhe mendoj që siç thash, teknologjia është për çdo kënd në këtë kohë. Çdo Pse ke kush zgjedhur degën e rrjeteve? Dega rrjeteve më tërheq sepse është ndërlidhse e internetit, ndërlidhse e çdo gjaje që përdorim sot. Edhe ka shumë të bëjnë edhe me sigurinë, pra më tërheq pjesa e sigurisë e këtyre sistemeve, këtyre rrjeteve, sepse mendoj që ka gjithmonë vend për përmirësim, mendoj që gjithmonë është shumë e rëndësishme me pas një rrjet jo vetëm të zhvilluar, jo vetëm me shumë përdorime, por njëjtën kohë edhe i sigur. Besoj se në shkollë praktikoni qoftë edhe me projekte që realizoni ti vetë je marrë me këto projekte, ke guxuar të ndërtosh edhe projekte që kanë të bëjnë me iniciativat tuaja. Atëherë fatmirësisht kena shumë laboratorë në shkollë edhe mundësina nga më të ndryshme që mund të praktikojmë atë që mësojmë teori. Edhe kena fatin me pas edhe një staf që nëse më jepet mundësia du mi falenderu edhe mi përshëndet gjithë, sepse bajnë një punë shumë të mirë, edhe janë ndoshta në stafet më të përkushtume edhe më të kualifikume, sidomos për IT. Mendoj që këto iniciativa vinë plus shkollës duhet përfshin edhe vetë, sepse pasioni nuk lën me vetëm tek shkolla. Projektet që kena pas janë nga më të ndryshmet, ndër vite, pra kena pas mundësi si tek programimi, pra përveç rrjeteve, tek databaza, kena pas mundësi, kena gjithë mundësi tona edhe pjesën tonë personale të servera për shembull që mund përdorim hapësinave virtuale që mund përdorim për me kriju një website, për me kriju një database, për me lidh me projekte që mund bëjmë një privatisht. Pra jena gjithmonë të gatshëm, edhe pra shkolla është gjithmonë e gatshëm me na ndihmu për çdo iniciativë, për çdo projekt tonin. Edhe jam mundu edhe privatisht pa përfshirjen e shkollës, me hulumtu, më mundu sepse sot mundësinat janë nga më të ndryshmet, siç e prek me disa herë, edhe një kompjuter personal mjafton për me bë ndoshta gjëra që nuk i ke mendu, që duken shumë të larta apo të vështira. Pra sot i kena çdo gjë në, si më thon, brenda arritjeve gjithkujt. Është një motivom i përditshëm mbase edhe tani që procesi mësimor për shembull është ndërprer, është janë pushime? Po, atëherë është një mënyrë me majt kontaktin me atë që kemë mësuar gjatë vitit, me atë që kemë mësuar përpara, edhe për zhvillimin edhe personal, edhe për pasionin që kena gjithë, sepse ajo shkollë kërkon pasion mi gjitha, mi vullnetin. Po sa bukur është që këto pasione të ushqehen vazhdimisht. Pak më herët më thatë që është një dashuri më vete puna me IT-n, me proceset e ndryshme që lidhen me të, me rrjetet, por ajo dashuri e madhe e hershme për të shkruarit, për të shprehurit, me sa di është që në hershmërinë tënde, atëherë kur ndoshta dëshirat e një fëmije që po rritet hepohen në një farë mënyrë dhe ndoshta as vetë nuk e kupton se kush të tërheq më shumë, por hap pas hapi e kupton që ke mbërritur diku. Si ka qenë historia juaj me të shkruarit? Historia dhe zhvillimi i pasionit dhe dëshirës të shkrimit ka ardhur shumë natyrshëm, në fakt. Si çdo kush kam pas detyra shkolle, kam pas mundësina të ndryshme për me u shpreh, edhe gradualisht kam kuptuar që kam një dëshirë të veçantë për shkrimin, kam një pasion, edhe shpeshherë kjo është në lidhje edhe me mendimin kritik, që shpeshherë sidomos tek brezi jon për mendimin tim e kena shumë më zhvilluar, jena shumë më të prirur me dhanë mendimin ton, pa frikë, pa frikën e paragjykimit, me shumë dëshirë, edhe shkrimi ka fillu gradualisht, pra në lanën e letërsisë kena fillu me base të ndryshme që në fillim kanë fillu
si detyra, si ndoshta pak barra, por duke kuptu vlerën e tyne dhe marrë kuptimin e plot, të tyne japin një paktën për mendimin tem një pasion dhe një dëshirë më të fortë për më shkrua dhe personalisht pra në kohën e lirë. Nuk je përfshirë për të herë të parë në konkursin që ke fituar çmimin e parë. Ke pas edhe histori të tjera kam pas edhe histori të konkurseve apo ja? Po, atëherë disa vite me radhë kam marrë pjesë edhe në olimpiadat lokale vendase, ku jam mundu me dhënë maksimumin, sepse ajo më ka tërheq më shumë fakt tek shkrimi, sepse je i lirë, je ti edhe fleta. Pra, fleta është ndoshta dëgjuesi më i mirë edhe pse ti shkruan pa paragjykime, mund të jesh vetvetja deri në 100% tënd, edhe je i qetë se do ta shpresh mendimin me plot, si më thënë, me 100% tënd. Cilat kanë qenë temat që ke prekur më herët? Atëherë, në olimpiadat vendase temat kanë qenë të përcaktume, kryesisht të lidhura me veprat që studioshim në shkollë, në letrat, në librat e letërsisë, por nuk jam ndalë aty, kryesisht jam mundu me u lidh më shumë me si thash, me mendimin kritik, me botën e brendshme, edhe me shpreh, si më thënë, atë që kam pas dëshirë vetë, kam shkru personalisht ndoshta në mediat sociale, jam mundu me kriju në një blog, ndoshta me shkru në ditar, jo ditar personal si që na mësu, por në një blog, me shkru ndoshta gjanat vogla, ndoshta ka herë edhe ese ma gjata, pra me hulumtu se pjesën ku më pëlqen mu ma shumë me u shpreh, pra. Mendon se ky vlerësim i çmimit të parë për esen më të mirë është një mbështetje e fuqishme për të vazhduar më tej? Po, është një tregues që jam të bëj diçka mirë, pra jam në rrugën e duhur, edhe është një shtys, sepse si çdo gjë ke nevojë për një shtys, një mbështetje. Kush kanë qenë konkretisht mbështetësit tuaj më të fuqishëm, të cilët të kanë dhënë gjithmonë një zemër për të vazhduar, duke të thënë shumë bukur, vazhdo. Atëherë, kryesisht familja, edhe ndoshta më në qendër mama, që është edhe më e lidhur me letërsinë. Ajo është mësuese gjuhet, edhe gjithmonë ka pas dëshirë që edhe unë me marr pak ndoshta nga ajo fusha e saj, edhe një gjithmonë krenare kur unë i tregoj një shkrim, një krijim, pra diçka temen, edhe plus kësaj edhe shoqëria ka bërë. Po te ke marrë nga të dy anët, ke marrë edhe anën e të shkruarit nga nana, por edhe anën e teknologjisë, anës të teknikës nga baba. Po. Si mendon të ecësh në të dy këto fusha? Shpeshherë më kanë thënë daje mendin ku je, sepse je midis dy botëve shumë të ndryshme, por për mendimin tem janë dy botë paktën në perspektivën teme që mund t'i lidhë shumë bukur, një ndërlidhje shumë interesante që ndoshta është e rrallë, sepse jo çdo kush mendon që informatika mund të lidhet me letërsinë, por unë i shoh të dyja si botë të lira ku ti mund të shpresh vetveten, sepse si tek informatika ti mund të krijosh diçka, mund të krijosh një program, mund të krijosh një mënyrë të re mendimit në funksionimin e një rrjetit, një sistemit, një krijimit, por të njëjtën kohë edhe letërsia edhe më shumë ndoshta ka këtë gjë që je i lirë, shpreh vetveten, pra janë dy botë ku ti je totalisht vetvetja. Mateo, ke ndonjë projekt të afërt, ndonjë angazhim, ndonjë motiv që të troket dhe të thotë unë jam këtu, mund të punosh për mua? Vera shpeshherë sjell shumë pasiguri, ndoshta edhe pak boshlek, por mundohem ndoshta jo një projekt konkret, por në atë periudhën teme, në atë kohën teme,
me mujt me fillu me kriju diçka, me shkru, edhe në pjesën e IT-s ku po përgatiten për vitin e fundit, që ka me kanë edhe viti më rëndësishëm sepse kena edhe diplomen, që për cilën do të bëjmë një krijim, një diçka në lidhje me IT-n edhe me rrjetet, edhe na duhet punojmë edhe për këtë. Por si që thash, nuk është se kam një projekt konkret në mendje, por do të mundohem. Gjithsesi, angazhimet janë aty dhe impenjimi për të realizuar ato të tërhet me një motiv shumë të fuqishëm. Po. Është shumë kënaqësi kur takon të rinj të tillë, të cilët shprehen me një mendim të pjekur, në ndryshim nga mosha e tyre e cila është e re, por që kanë edhe angazhime shumë serioze dhe që hap pas hapi ato kulmojnë në vlerat që paraqesin. Mateo, ishte shumë kënaqësi që bashkëbiseduam sot në këtë mëngjes edhe për të shpërndar ndoshta mesazhe shumë të bukura rreth tematikave që janë shumë të prekshme, siç është përdorimi i rrjeteve sociale dhe ndikimi i tyre në jetën e të rinjve, por edhe në manipulimin e çdo gjëje të vlerëshme dhe që i shërben njeriut në ecurinë e përditshme. Të uroj vetëm suksesa. Shumë faleminderit, ishte një kënaqësi. Vërtet më bëre të mendoj që mosha e re shpesh është një moshë edhe shumë serioze. Të falenderoj shumë, të falenderoj dhe suksese gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit edhe për mua.